بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. Gjuha ka mundësi të thot një fjalë që qiejt edhe toka dhe çfarë ka mes tyre mu vendos në njërin anë të peshorës. Dhe kjo fjalë që thuhet me gjuhë në anën tjetër të peshorës, kjo fjalë peshon tek Allahu Azza wa Jall marrën se sa krejt qiejt dhe toka dhe çfarë ka mes tyre. Me ç't gjuhë kena mundësi me thonë atë fjalë. Ajo fjalë është siç ka në hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që transmeton Ibn Hibani, ku Nuhu alayhi salatu wasalam ka thonë ja Rab, më mësoni fjalë që ta them, më specifiko me të. Ka ardhur transmetim edhe Musa alayhi salatu wasalam ka thonë. Allahu azza wa jalla I ka thonë thuaj la ilaha illa Allah. Ka thonë ja Rab, transmetimi është ashtu si fjala e Musës alayhi salatu wasalam. Ja Rab, kullu al-ibadi yaqulun. Krejt rëbët e tu po e thojnë, unë dëshirova diçka mu specifiku për e tëne. Pasi që tim ki specifiku më ki ngrit me fjallën tone, që kom komuniku drejt për drejti, dhe ka zbrit shpallja mbi mu, tash specifikam edhe me diçka, që unë tash ta thëm atë fjallë, e ti të kënaqesh me te. Tha, ja Musa, o Musa, lau anë as-samawati as-sab'a, wal aradhina as-sab'a, wa amiruhunna ghairi. Thot sikur 7 qiejt dhe 7 palë tok dhe çka ka mes tyne nga vepruesit të vendosen fi kiffe wa la ilaha illa Allah fi kiffe la rajahat bihinna la ilaha illa Allah. Dhe pastaj në anën tjetër të peshorës të vendoset la ilaha illa Allah, dije o Musa se ka për ti lehtësu atu dhe ka për të rëndu fjala la ilaha illallah. Kjo ka me qenë majeron sa krejt atu. Kjo fjallë la ilaha illallah thuhet me gjuhë. Është vepër e gjuhës. Është fjale dëshmis që pas kësaj fjale konsiderohet I shejt, gjaku I muslimanit, nderi I ti, pasuria e ti, kena hak ndaj ti. Dhe nëse preket njëra nga këtu armik kryesore që esin para neve, Allahu na zgjat që ka marr hak. Nëse e shkelim shejtrinë e një muslimani që e ka dëshmu këtë fjalë dhe tash e ka ngrit flamurin se është pjesëtari I la ilaha illallah. Hadithin që është në Imam Muslimin në Sahih nga Usama ibn Zeidi, I cili në një nga betejat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është ballafaqu me një armik, I cili ka ardhur për shkrimi se ka qenë shumë I aftë në luftë, fa qattala fil muslimin, ka vra musliman. Thot Usama ja e ndjeka, e përcjella, e vëzhgova, u përpiqa të gjoj një moment që të hakmira për ata musliman që I vrajti. Tha kur Allahu më mundsoi dhe e gjeta I rati shpata, unë ngrita shpatën, tha ai mushrik tha la ilaha illallah. Tha unë dala se kjo fjallë e madhe, po thash ky nuk e tha veç se me shpëtu për shpatës, tha dhe e godita. Ama kjo e ka brejt shumë në veti Usama ibn Zeidin. Kur vjen te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sipas transmetimit ka qenë në serije, pejgamberi ka dërguar pas ka qenë pjesë e kësaj lufte. Kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, faktikisht kur sahabët u kthyn, e informuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ardhi Usama ja radhiyallahu anhu dhe I tha ja Rasulullah, unë e di që ai e tha ta'awudhan min al-maut, që të shpëtoj nga vrasja, nga vdekja. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha e shaqaqta an batnihi, aja qeli gjoksin dhe e pove se e tha veç me shpëtu nga vdekja. E qataltahu ba'da an qala la ilaha illa Allah. E vrave pasi që e tha fjalën la ilaha illa Allah. Tha ja Rasulullah, po se tha me sinqeritet. Tha ti e pove në zemrën e ti çka ka? E vrave pasi që tha la ilaha illa Allah. Çka kimi bua ti nesër ditën e gjykimit kur vjen me la ilaha illa Allah dhe kërkon hak për Allah. Usama ibn Zeidi që ka qenë I dashur I pejgamberit, Ibn Hib I kanë thonë, biri të dashurit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, biri I Zeidit. Tha kisha dashur që mos të shakon musliman dhe në ato momente. Mi kalu që ato momente mas ne të bëna musliman.
për shkak qortimit të rënd që ja buni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ja vnoi në supe çka kemi bëti nesër në ditën e gjykimit kur të vjen me la ilaha illallah. Nga kjo vllazni po e kuptojmë se çfarë fjale e madhe dhe e shejtë është fjala la ilaha illallah. Dhe se çfarë lidhje të fuqishme krijon ai me besimtarët që hyjnë të gjithë nën këtë dëshmi. Dhe se shkelja e shejtërisë atij që thotë la ilaha illallah, me hakun që e ka la ilaha illallah, me kushtet që i plotson fjala la ilaha illallah, ai njeri me të vërtet që ka një guximtar shumë i madh që po e merr parasysh nesër ditën e gjykimit, Allahu mu hakmir ndaj tij e kë mos mu rujt prej një vepre dhe prej një sjellje të tillë.